50.000 euro ndau fshati Hoqe Vogël e Rahovecit për ngritjen e lapidarit dhe rregullimin e varrezave në kompleksin e veçantë të këtij fshati për 9 dëshmor të kombit dhe 34 martir të këtij fshati të rënë 10 vite më parë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në kuadër të shënimit të përvjetorit të 10 të masakrave të forcave serbe në fshatin Hoqe Vogël, ishin mbledhur për ta shënuar në mënyrë sa më madhështore këtë vit jubilar, zyrtar komunal të Rahovecit dhe ata nga Prizreni, ish pjesëtar të UÇK-s e tjerë. Kaluan disa vite derisa filluam të realizojmë iniciativën për rregullimin e varrezave dhe ngritjen e lapidarit. Duke u bazuar në kontributin e madh të bashkëdhetarëve tanë, në kontributin e bashkëfshatarëve tanë, si dhe në kontributin e të gjithë atyre që na ndihmuan, ne sot jemi këtu para një kompleksi memorial që do ta zbulojmë sot. Fillimisht organizatorët e fshatit bën zbulimin e lapidarit në mes të fshatit me emrat e 9 dëshmorëve të kombit dhe 34 martirëve të fshatit Hoqe Vogël, me çrast u vune edhe kurora me lule. Hoqja e Vogël gjatë luftës pësoi dëme të mëdha pasi që ky fshat dha 9 djem guximtar dhe 34 civil të paarmatosur. Kryetari i komunës së Rahovecit, Qazim Qeska, ndërkaq se ata që e kujtojnë të kaluarën e nderojnë veprën dhe jetën e dëshmorëve, nga se ata ishin më meritorët për lirinë e Kosovës. Këto veprat madhore që sot i zbuluan, tregojnë se gjaku i derdhur për liri është vlerësuar, çmohet dhe do të çmohet nga se në themelet e gjakut të të rënëve, të shmorëve të kombit, bashkëluftëtarëve të të rënëve dhe të gjithë sakrificave që e ka bërë ky popull, argumenton se populli im çmon vlerat çmon gjakun dhe do të çmoj gjithmonë. Njëri nga deputetët e Parlamentit të Kosovës dhe njëherët kryetari i Lëvizjes Popullore të Kosovës sa se vepra e të rënëve nuk duhet harruar asnjëherë. Ne si institucionet e Kosovës e kemi vënë në drejtimin e duhur çështjen e dëshmorëve dhe të viktimave të luftës edhe martirëve të vendit, dhe besoj që do të ecën në drejtimin e duhur. Sa i përket luftës ushtrisë shërimtare të Kosovës, është lufta më e suksesshme që është bërë në këto hapësira dhe një luftë e drejtë, një luftë që ka pas rezultate e veta, pritjet e cilave po i gëzojmë ne sot. Folësit në këtë tubim për kujtimor, ndërkaq thanë se lufta e armatosur e ushtrisë lirimtare të Kosovës ishte e vetmja rrugdalje për lirinë e Kosovës. Ushtimi i egër serb i kohës së Miloševićit nuk njihte kurrë zgjidhje politike përshore për fatet e këtij populli. Andaj lufta e armatosur mbeti e vetmja rrugë e sigurt për të shliruar nga pushtuesi, kështu nga populli lindi u zhvillua ushtria shlirimtare e Kosovës, e cila nën drejtimin e komandantit legjendar Adem Jasharit nisi rrugtimin drejt lirisë. Fillimi i luftës së armatosur në Drenicë e Dugazhin do të bëjë që menjëherë flakët e luftës për shlirim të shtrihen edhe në këto anë të Anadrinisë. Të gjitha organizimet shtetërore të slavëve të jugut zbatuan programet e njëjta, pavarësisht nga sistemi shtetëror. Zbrazja e Çamerisë dhe ndarja e shqiptarëve në disa republika përbrenda shtetit socialist slav pas luftës së dytë botërore dhe ndrydhja e Kosovës në një provincë ishin kulmi i përpjekjeve për zhdukjen e pjesme dhe për defaktarizimin e elementit etnik shqiptar. Babai i 2 dëshmorëve të këtij fshati, Shkelzen dhe Luan Krasniqit, Hashim Krasniqi, tha se ndihej krenar për veprën e 2 djemve të tij që ranë për lirinë e Kosovës. Mirë po sipas tij, familjet e dëshmorëve nuk po trajtohen si duhet. Po në vetën si mungesë diçka këtu, si më thonë, mes shtëpisë time. S'ju ka ndihmu deri tash? Jo më në ndihmu, po me këshyre, jam me pyet diçka. Se me ndihmu, jo kërkum. Që ajo si mungesë është. Nuk po ju respektojnë sa duhet, apo nuk po ju ndihmojnë sa duhet? Sigurisht, s'po respektojnë. Se për njëm ato s'pëdypim, edhe s'pëdypim vetë. Veç më në respektu, edhin si familje që jemi, me ardhë me
me këqyr njerë. Me kushte ekonomike që shjeni? Për në kushte ekonomike unë jam në shtëpi si mashkull që jam, me 2 kom të këputne. Kushte të shtira? Ato tjerët janë femë. Gruja djallit, gruja jeme, qështu. Ne si familje të dëshmorëve nuk e kemi të lehta përballojmë humbjen e bijve tanë, mirë po ajo çka po na shton këtë dhimbje edhe më shumë është mos respekti i duhur nga ana e institucioneve tona, tha ai duke shtuar se i kishte vetëm këta 2 djemë të cilët ishin mjaft të rinj dhe vdiqën në lule të rinis pa e shijuar jetën. Projektin për ngritjen e lapidarit dhe rregullimin e varrezave të 9 dëshmorëve dhe 34 martirëve të fshatit Hoqevogël e ndihmoi edhe Kuvendi Komunal i Rauvecit me 5.000 euro. Në fund të këtij përvjetori ndërkaq u shfaq edhe një program i pasur artistik.